Policia e Shkodrës ka ushtruar kontrolle për nivelin e zhurmave dhe zbatimin e orarit të aktiviteteve me muzikë në Shkodër dhe në Velipoj. Krahas kontrolleve dhe verifikimeve janë organizuar takime me pronar dhe administrator subjektesh, aktivitetet të cilave gjenerojnë zhurmë nga muzika. Gjithashtu vijon intensivisht zbatimi i detyrave të parashikuara në planin e masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Shkodër dhe të Stacionit të Policisë Velipoj gjatë këtyre ditëve, sipas harxhimit të zonave me risk për ndotje akustike, kanë organizuar grupe kontrolli në terren gjatë të cilave, në bazë të ligjit numër 9774 për administrimin e zhurmës në mjedis i ndryshuar, kanë testuar me matës të zhurmës disa ambiente dhe subjekte të hapura dhe të mbyllura në Shkodër dhe në Velipoj. Matjet e realizuara sipas kushteve të përcaktuara në procedurën standarde për këtë qëllim kanë rezultuar brenda kufive të lejuar. Krahas matjes së nivelit të zhurmës, strukturat përgjegjëse kanë kryer kontrolle dhe për zbatimin e orarit të lejuar për aktivitetet me muzikë në ambiente të hapura dhe në qendra të banuara, i cili është nga ora 11 deri në orën 24. Policia e Shkodrës mbetet e angazhuar dhe e vendosur për të garantuar një mjedis të qetë dhe të sigurt për qytetarët, vizitorët dhe pushuesit. Ftojmë qytetarët të denoncojnë çdo shkelje dhe çdo paligjshmëri që hasin, duke u garantuar anonimat dhe ndërhyrje të menjëhershme konform ligjit.